Mirëmbrëma, ju flas nga Selia e Kombeve të Bashkuara këtu në New York, ku vazhdon punimet Asambleja e Përgjithshme në një moment shumë delikat fakt të sigurisë botërore me një konflikt në Ukrainë i cili duket se nuk ka ndërmend të përfundojë dhe padyshim me situatën e përkesuar linjën e mesme në konfliktin e Gazës. Një Asambleje e Kombeve të Bashkuara ku sigurisht tonet edhe sërish Shtetet e Bashkuara me fjalimin e presidentit Trump, i cili tronditi jo pak liderët e Europës perëndimore. Por po ashtu sot në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara ka folur presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Bajram Begaj. Një fjalim i veçantë, sigurisht nga përmbajtja, për cilën do diskutojmë më pas program, po edhe nga forma. Për herë të parë pas shumë dekadash në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, një drejtues i shtetit shqiptar drejtohet dhe flet shqip. Ndjekim fjalën e presidentit Begaj. Ishte kjo fjala e presidentit të Ufis. Bajram Begaj, me cilin kam kënaqësinë të jenë tani në bisedë të drejtë në drejtë këtu nga livadhi i organizatës Kombeve të Bashkuara. Zoti president, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne sot. Mirëmbrëma, kënaqësi. Era parë, pas shumë dekadash mendoj unë që në Asamblenë e Përgjithshme një drejtues i shtetit shqiptar flet shqip. Pse bë të zgjedhje kësaj radhe? Ishte një mundësi e mirë dhe e shfrytëzova për të folur dhe për të drejtuar Komitetit Shqiptar në gjuhën amtare dhe patjetër fjala do të jetë në arkivat e Organizatës Kombeve të Bashkuara në gjuhën angleze, në një nga 6 gjuhët e Kombeve të Bashkuara. Por megjithatë zgjedhja ishte e juaj, pra ju doni të flisni shqip sonte. Zgjedhja ishte personale dhe doja që të flisja shqip. Megjithatë në fjalën tuaj përmendet edhe shumë nga temat që sigurisht shqetësojnë sot Kombeve të Bashkuara, ku Shqipëria bën pjesë që në vitet 50. Kemi luftën në Ukrainë, kemi konfliktin në linjën e mesme, situatën në Gaza, që kërkojnë temi zgjidhje të cilat duket që janë vështira. E drejtë, sesioni i 80 i Asamblesë Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara mbahet në një kohë sfidash sigurie dhe zhvillimesh dinamike gjeopolitike. Lufta në Ukrainë, konflikti në lindjen e mesme, situata në Gaza, janë çështje të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejta, zgjidhje të mençura, zgjidhje të cilat duhet të jenë të bazuara ke diplomacia dhe jo ke konflikti, jo ke dhuna, jo ke armët. Patjetër që Shqipëria qëndron për krah partnerëve strategjik dhe aleatëve, mbetet e përkushtuar në politikën e saj të jashtme të linjëtuar me atë të Bashkimit Evropian, mbetet e përkushtuar në Kartën e OKB-s dhe në të drejtën ndërkombëtare dhe mbështet shumë multilateralizmin dhe rendin e bazuar në rregull. Megjithatë, nëse flasim për konfliktin në Ukrainë, duket si situata është ndërlikuar, sidomos në zonën e republikave baltike në ditët e fundit, aty ku Shqipëria ka dhe dislokuara trupat e saj gjenjere, Lituani apo në Letoni, dhe padyshim me infusionet ajrore të avionëve dhe dronëve rusë deri në Rumani dhe Moldavi. Presidenti Trump në takimin me Zelenskin tha që vendet aleate të NATO-s duhet godasin avionët dhe
dronët rusë cilët kalojnë vijën ajrore të aleancës. Ama kjo do të ishte një hap shumë afër një konflikti të rritet armatosur për te Ukrainës. Mendoj që deklarata e presidentit Trump është një deklaratë e dur në momentin e dur. Për sa i përket luftës në Ukrainë, qëndrimi ynë si Shqipëri ka qenë i qartë. Ne kemi dënuar që në fillim agresionin e pa drejtë dhe të pa justifikuar rusë ndaj Ukrainës, kemi mbështetur të drejtën e popullit Ukrainës për të mbrojtur dhe për lirinë, po ashtu kërkojmë që të ketë një llogaridhënie për këtë agresion rus dhe patjetër mbështesim çdo lloj zgjidhje diplomatike e cila është e udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të pasur një zgjidhje të drejtë, të qëndrueshme dhe të pranuar. Megjithatë, zoti president, shkruajsh ne jemi të lidhur ngushtë në politikë të jashtme dhe interesa sigurisë në Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, po sigurisht më shumë në Shtetet e Bashkuara, por natyrisht për situatën e veçantë rajonit, Kosovën etj. Po ama shikojmë që Shtetet e Bashkuara her pas here kanë dyshime të forta në qendrimin e tyre, sidomos me administratën Trump. Pra, nga takimi i Alaskës dolëm tek ajo që presidenti Trump tha në takimin me Zelenskin, ku doli me tezën që habitet e vetë presidenti Ukrainës, që Ukrainës nuk ka një marrëveshje nëse Ukrainës nuk i kthejnë të gjitha territoret që ka pushtuar Rusia, bile tha you go further, ju tha shkoni dhe më tej. A shikoni këtë situatë pak temi delikate, kur temi piketat e sigurisë ndërkombëtare ndryshojnë me shpejtësi nga Amerika që vetë është në superfuqi ushtarake, kuptohet, por përvëndet si joni, që janë edhe më afër temi vijës së frontit të Ukrainës, ka mund paraqiten probleme nesër apo pas nesër. Qëndrimi i Shqipërisë ka qenë i qartë në mbështetje të Ukrainës, qoftë politikisht, qoftë diplomatikisht, qoftë ushtarakisht dhe me asistencë humanitare. Patjetër që jetojmë në kohë sfidash të mëdha, në kohë kur sfidat janë të shumëfishta dhe këto situata kërkojnë një qasje të drejtë dhe të duhur, bazuar në të drejtën ndërkombëtare, siç është e drejta e popullit të Ukrainës për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Gjatë kësaj kohe kemi bërë re që Rusia nuk ka një vullnet e cila duhet të çojë në një zgjidhje të dur të këtij konflikti, një vullnet i cili nuk është pranuar pavarësisht ndikimeve dhe takimeve të rëndësishme që janë kryer, siç e përmendët edhe ju, në Alaska, dhe kemi parë incidente si ai i Polonisë, incidente në Rumani, në Estoni, apo sfundi në Danimark, të cilat janë serioze, por mendoj që përgjigja e unifikuar ka treguar aftësi nga Aleanca dhe Polonia dhe vendet e tjera të prekura, të cilët kanë treguar vullnetin e dur për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të Aleancës. Okej, po janë rrëzuar dron. Nëse nesër rrëzohet një avion me pilot rus, sigurisht situata komplikohet. A jemi ne gati për një konflikt të tillë, zoti president? Ne mbështesim Ukrainën në këtë agresion të pa drejtë dhe të pa justifikuar. Mbështesim të drejtën e popullit të Ukrainës për liri dhe patjetër do të mbështesim në çdo situatë. Në zhvërrim të aleancës. Qoftë dhe i artikullit 5. Patjetër që artikulli 5 është një artikull i cili është i detyrueshëm për çdo vend antar të NATO-s. Zoti president, flasim pak për një situatë tjetër që sigurisht dominon më shumë se Ukraina kësaj radhe, edhe Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, konflikti në Gaza dhe mënyra se si disa vende të Bashkimit Evropian, përfshirë Britania e Madhe, janë përgjigjur duke e njohur shtetin e Palestinës. Ju thash që Shqipëria është për multilateralizmin dhe për mbrojtjen e Kartës Kombeve të Bashkuara të vendeve për vetëvendosje, që është nga parimet thelbësore, bazë të kësaj karte. Mendoni që kjo gjë po i pengohet, po i refuzohet temi Palestinës, apo shtetit palestinez? Shqipëria mbështet çdo zgjidhje politike, diplomatike
dhe pajtuese në konfliktin në lindjen e mesme. Patjetër që çdo zgjidhje do të jetë e pranueshme nëse respektohet e drejta ndërkombëtare dhe reciprociteti. Ne me Palestinën kemi një hall që na e ka zgjedhur koha e kaluar, regjimi i kaluar, pasi temi regjimi komunist e njoh shtetin e Palestinës, temi shteti modern demokratik njoh shtetin e Izraelit, shteti jonë shqiptar. Pra le temi teza e dy shteteve, që është një tezë që mbizotron edhe në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, është një tezë cilën ne kemi përkrahur dhe de facto dhe de jure e kemi zbatuar. Po megjithatë, që nga ajo kohë, zoti president, gjitha qeverisë shqiptare, nga 92 e këtej spaku, fshihen pas faktit që ne kemi njohur Palestinën, njohim tezën me dy shtete, njohim Izraelin, gjejmë një zgjidhje paqësore, po ama kur vjen puna për të marrë një qendrim nuk e mbajmë. Gjithmonë te kjo godina këtu ne abstenojmë. Qëndrimet e Shqipërisë ka qenë të qartë. Kemi dënuar me forcë çdo lloj terrorizmi, kemi dënuar terrorin e ushtruar nga Hamasi ndaj Izraelit, kemi mbështetur të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje, po ashtu nga ana tjetër kemi shprehur shqetësim për shkatërimet, për viktimat dhe për situatën humanitare në Gaza. Zoti president, situata siç e thatë ju është dualiste. Pra bim dakord, sulmet e 7 tetorit vitit 2023 padyshim ishin sulme terroriste, sulmuan në pabesi civil, cilët ishin në drejtën e tyre në një koncert, rrëmbyen deri te foshnja, vranë edhe deri te foshnja dhe tashmë jemi të gjithë dakord, jemi të gjithë bindur që Hamasi është një lëvizje terroriste dhe siç thon Shtetet e Bashkuara, siç themi dhe ne, nuk duhet të jenë edhe nesër pjesë e zgjidhjes së problemit. Ama 70.000 të vrarë në Gaza, zoti president, shumë prej tyre dhe civil, shumë prej tyre po dhe fëmijë, shumë prej tyre dhe gazetarë, kësaj çfarë emri ti bëj? Lufta dhe konfliktet sjellin pasoja fatale për më së shumti prekin njerëzit e thjeshtë. Dhe donim që lufta në Gaza të përfundonte, një armëpushim i qëndrueshëm me dorëzimin apo me kthimin e të gjithë pengjeve dhe me diskutime për zgjidhjen diplomatike të situatës do të ishte qëndrimi i dur. Patjetër Shqipëria ka dënuar dhe ka shpallur organizat terroriste, Hamasën, Xhihadit Islamik dhe po kështu krahun e ashtu quajtur ushtarak të Hezbollahut, dhe ne jemi në favor të një zgjidhje diplomatike, një zgjidhje afatgjatë të qëndrueshme në të mirë të dy popujve. 6-7 vende perëndimore e njohin Palestinën këto ditë dhe vende që nuk në kishte shkuar mendja kur, pra nuk po flas për Portugalinë apo Spanjë, po po referohem sidomos Francës dhe sidomos Britanisë Madhe, Mbretërisë së Bashkuar. Ama Shtetet e Bashkuara e quajtën këtë dëmtim të zgjidhjes, ndërkohë që Izraeli e quajti sponsorizim të Hamasit. Komenti juaj? Shqipëria është në favor të çdo zgjidhje politike, diplomatike dhe pajtuese në lindjen e mesme. Dhe patjetër që unë nuk mund të komentoj deklaratat e bëra nga Shtetet e Bashkuara apo nga Izraeli, por ajo që mund të them është që një zgjidhje paqëtuese në rajon do të ishte zgjidhja më e mirë. Zoti president, ndërkohë që ne po përgatiteshëm nisëm intervistën kur sapo dolët nga asambleja, vetëm në këtu midis rrugës 44 dhe 45 pranë Kombeve të Bashkuara dëgjoheshin zhurmat dhe protestat e një demonstrate të madhe pro-Palestinës. Vetëm 24 orë më parë në Tiranë u mbajt një tjetër proteste radhës pro-Palestinës. Sigurisht nuk është në këto përmasa, por ajo që shikoj unë dhe ndjej që ka një sensibilitet në rritje Kosovë, Maqedoninë e Veriut, por tashmë edhe në Shqipëri, nga besimtarët musliman shqiptar, por jo vetëm ndaj kësaj çështje. A mendoni që kjo një moment caktuar mund t'i vendosë autoritetet deri diku dhe përballë? Temi këtij opinioni kritik në rritje sa i përket temi situatës humanitare në Gaza. Toleranca dhe harmonia fetare është një
karakteristikë që na identifikon, është një vlerë që na përfaqëson dhe që duhet promovuar. Nuk duhet ta fusë në kontekstin fetar këtë situatë, por ajo që unë mendoj është që autoritetet në qëndrimet e tyre kanë qenë të linjëzuar në politikën e jashtme me interesin kombëtar të Shqipërisë. Zoti President, ne vim në këtë asamblet të Kombeve Bashkuara dhe me një problem tonën, si kom. Kosova, me një problem serios, ka në prerë, ose më saktë administrata amerikane ka në prerë komunikime zyrtare me qeverinë Kurti. Pse mendoni që u arrit në këtë vendim ekstrem, po me sa duket pa e betuar shumë nga amerikanët? Partneriteti strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës për ne shqiptarët është mjaft i rëndësishëm dhe sidomos për rajonin është shumë i rëndësishëm. Jo atash, jo vetëm, por janë një pjesë integruese. Demokratizimi i shoqërisë dhe proceset integruese, sidomos të Kosovës, janë të lidhura ngushtësisht me partneritetin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Patjetër, siguria jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor është e garantuar nga misioni i KFOR-it dhe nga Altea në Bosnjë. Dhe mendoj që analizën se pse është arritur në këtë situatë duhet ta bëjnë autoritetet e Kosovës. Ajo që e kanë bërë? Se duket sikur se kanë bërë. Ajo që unë mendoj është që për ne shqiptarët, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë mjaft i rëndësishëm, ka qenë një marrëdhënie historike e cila duhet vazhdojë të jetë e tillë edhe në të ardhmen. Unë doli kryeministri Kurti tha nuk kemi ndonjë problem, kemi një dallim vogël ta, po gjithçka vazhdon normalisht, ku ne të gjithë dimë që nuk është kështu, spaku Departamenti i Shtetit ka bërë 3 sjarime rresh për të çfarë siguria, ikën që quheti mos themi që e tha troç, kërkojmë një partner tjetër në